Hajde djem, hajde. Hajde lobi. Ullë la shumë. Së quva, po ma mirë. Ka pja nisëm niti? Vesh kështu kam rrë. Unë e bërpira hatë me se Mirë me bat. Më zoj që ka silët. Hajde. Ani, unë po filloj prej qasaj që u shkatru gjithçka. Shumë e ka po panika. Në kove, zetë më dërbrej, alërë. Shumë ka kom stresë. Ti ma jam e stresën. Jo pekti ja. Mu pek mu, që angi stres. Po do sleka. Seriali si serial. Ftesa kër në ka orë për Arenitin, fillim pak të një më taku me Arenitin për më herët edhe me Lirin, fakt me 2 producentat, edhe më kanë tregu idenë edhe ideja më ka pëlqy shumë, se është një fakt në ngjarje vërtetë edhe se cili qytetari i Kosovës e gjen veten aty dhe ndoshta s'ka familje në Kosovë që nuk e gjen veten këtë histori. Edhe kur ka thonë që do me qitë në skenar dhe me qitë me bon serial, më ka pëlqy shumë. Edhe normal tani ka ndërtu me aktorë ndryshëm, me personazhe, edhe në ka ra tani mu taku me Labin, nuk ka një hera parë që kom bashkëpunu, në ka shku shumë mirë, edhe tema, sidomos ikja e Labit në serial, për jetonin këtë rast, kanë shumë një ikje, një prekse në ashta me thonë, se po del një vëlla prej shtëpis bashkë me gruan edhe me fëmijë, nuk është e lehtë, se kom përjetu vetë, po jetoni ka përjetu është shumë e rëndë, kështu për çdo familje. Edhe normal, skena fundit kur nana kur e përcjell Labin, fakt flamurin është tepër e rëndë edhe se cili prind fakt edhe baba, aty nuk del as me përcjell se shumë prekse skena, ashta ka dhënë Labi më mirë, që sa ka përjetu, po unë po foli si e thënë, këtë rast e kom përjetu shumë rëndë, se Shamull mu skenat më të mira që më kam pëlqy tuat janë në spital. Se tekst ki pas, e rati kun, me hongër me pi po. Qëre tash? Me pi, po më nej me hongër jo, ja kanë shumë atë gipin. Dhe unë e pianisti do në thonë prej konfliktit me babën, prej që atyjit ku shkatru gjithë shka, do në shkatru familja. Që mos kish ndodhë që i konflikt, tash besoj kishim pas bazen të shpijana. Po s'kem shpi heq. Shumë. Pyetja e parë për Ismailin. Cili është aktori më e mirë dhe pse Farisi? Me të thonë të drejtën, po, shumë. Shumë kom pritu edhe në fakt Genci Berisha më thiri, zi ku kom qenë, më thiri, tha qështu, tha Arjaniti, tha pi vjen kesh me të thirë ty, tha më ka thonë për mes meje. Tha me orë me lu, tha një rol të vogël, tha një polic, Genci që shumë tha. Thash pasha zotin, thash me këta polic jem lonë, më qëfar polic, qështu, tha një serial, dishka polot. Thash hajt, letë ma qonë skenarin edhe, ma qove skenarin Arjanit, edhe unë pëlqej me të thonë të drejtë. Po, unë e informatën e kom pas 2 epizoda, max 3, qështu dhe ka qenë hëpë, thash për 2-3 epizoda, hajde pak seriosisht me lujt, se unë edhe jam i natyrës komike dhe kom qef me bu komedi, më seriozitet, ka kohë kur vjen koha kur ka me lu seriosisht, mas një 70 që atere, edhe s'nin, edhe që atere dukesh, po duke që atere ka mu konë, komedia me e mirë. Po, kom pritu, vallaj, me thonë drejtën në Arjanit, kom pritu me ardhë, po, epizoda e parë më pëlqej, fakt më ka pëlqy skenari, epizoda e dytë besa, edhe ajo e mirë, ma ndej, dyqysh mu do ke vetja pak ma interesant, pjese kisha labinotin nërkom, edhe ka pak edhe u tutke, edhe njerëzit pejket kolegve veç unë i kum pas referencat ma të këshia se ketë më kanë shohë, në kështu lë shohë, më kur pelshon qa pe bon bre. A qa konë mas interesanti, para do dite isha të noteri, Podvorica, edhe vlau vetëm të regoj, tha, në senin e njejtha që më kanë ndodhë në Subotic mu, kom dash me dalë atje, njejtha më kanë zonë, njejtha kom pej babës, a jem tu që ku qkoj shpi që ka me mbo baba, njejtha më kanë lypare, krejt, tha njejt, identik kanë ndodhë situata.
A nave që kemi pas me lumin ti, sa i kemi tregova paka shumë, që kemi pas storjen edhe iden, e paramenon njerëzit kanë kalu në për këto fazë, atash normal edhe jarsvetoj kur të shojnë, kur se kam pak nga zemrës, e sidomos rolin që e liu juna, ajo është të mërshme, ajo në pëtut nga vetë ka njerë kur pesho. Këshire, tash, kur më ka bo ftesën e Liri, për me qenë pjesë i serialit, edhe sinqerisht më ka orë mirë se kur më ka kallëzu me ka qysh tek e di. Edhe pse s'na ka ra neve me bashkëpunu shumë e shumë, përveç me Lirin. Edhe kur më ka kallëzu edhe castin e aktorëve, më preshtim të Parisit. Po të më preshtim të ti. Sinqerisht jam bo mundje mirë dhe pikrish ju falenderoj, sidomos për ftesën dhe që janë pjesë e serialit. Për shtypjet e mia të para, kur e pa sezonin e parë, dyqysh rrishe si në thera që të një fjalë. E kur e parë dhe dytë, më ndej ma veç ishte ideja veç po du me qenë më në serial, edhe pse nuk e dish a kam me vazhdu, në fakt a kam me lujt, se pa të mlon muhabetin që me arë në serial, a më sa u kone sigur, nuk e dim. Kështu që, mande kur më ka thirë Arjanite dhe Liri për epizodin e tretë, më që skenarin e lexova, kur e pa që të një qëfar fajdigji, e thash, au... Pas kanë me misha kretë Kosovë, Macedonia, kretë shqiptartë. Po ishte një sfidë në vetë, kuptojnë se një personazh shumë i veçantë, se s'm ka ra nëherë me lujtë kësi personazhin, fajdigji apo diçka. Po mande gradualisht tu e ka lit personazhin me Arjanitin, tu e ka lit, edhe pat mirësisht që të bon ati dos në serial. Se kështu po se po padën se... Ta kom të marën se... Faleminderit shumë. Që s'kom gjetën e ty. Kështu që aji edhe energji që ma ka dhonë, do me thonë hecën për para dhe normal më bashkëpunim me Arjanitin, te diskutu për personazhin dhe jemi ku jemi tash sezonin e dytë. Ky projekt edhe këta kolegë, jo konë është a hera parë që kum punu me gjithë juve, për aktorë të ka njerë e fështirë dhe sa ta njohim një tjetrin, po sinqerisht une e kom dasht këtë projekt edhe du vazhdoj me dasht normal për shkak juin se nashtone pak kom pas një barë ma tronë, po ju më keni nejt gati gjithë si kolegë. Tu janë njës prej regjisorit, producentit, aleronit të njësit, montazherit, edete kolegët, mu më keni bo, më keni qut dhe në qilë. Seriali më ka munu se ka pas skena trona për mu, edhe më kanë lodhë kogja shumë emocionalisht. Po, mas andej, mas si që në kry epizode, do më thonë pas gjë epizode, komentet e mira më kanë jep kogja shumë knasi, po njëkohësisht më kanë shtu edhe përgjithsin për epizodat e ashme më konë hala ma i pregadit, hala me pas skena shumë atë mirë. Unë e pogzona që kemi mëri deri qëtu, edhe pogzona shumë me fjallët e komentet publiku që po shkrujnë vazhdimisht. Edhe shpresoj që ka me pas jetë gjatë këtë serial. I ki vllaznin e mirë. I ki të Ta kurë. kanë gjitë dorën. Ty së nga ra me pa. Në sezon parë po. Në sezon parë kjo kona e mangupi që janë nisi. Po më rejmë, po flasë ashtë edhe pak për personazhin tem, po para se me folë për personazhin tem, po ta bëj një pyetje la. Muhabetin e parë që kena bo për me arë me lujnë seriali më konë unë edhe te që kena bo bashkë. Aja ka vlet, se këgja kena pas një muhabet. Që se ka vlet. Unë e ku mendu me Që po të të rejtën, ja, konë që e ditë. Për këtë të jonë ku mendu që mos është ndo një komedi, se tu njësë prej faktit që nuk kemi mundësi si shtet hala me bo kësi loj dramash. Dhe se jenë të kushtushme shumë edhe kom prit që po më thikin komedi diqka dhe... Okej, kur ma tregu skenarin, mas nej kogja u entuziasmova dhe jemi sot këtu ku jemi. Po nese se po ndoge vetja që po polim seriozisht Po shumë. je, pa shumë. Po hajtë kalzom ati në moment mirë kështu. Apo edhe më ki gëzu që e ki lujt vlau tem, se s'ki pas me lujt. Po e vërtet që s'këm pas me lujt, po... Se unë e lidhe kemi një kimi... Po, unë jam vëlla pak i falt. Unë jam vëlla i falt. Në serial. Më kam pru që është. Sfidë në vete. Kështu,
Unë menoj që secili rol dhe personazh e ka një përkushtim të veçantë, cilin do t'mja kushtu një kod veçantë. Për me qenë gruaja e një bashkëshorti i cili është shumë i hekun edhe ka vështirësi të mëdha ekonomike, thash edhe ma herët është sfidë në veti, edhe që mënona me përjetu qatë ndjesi si kur me qenë shumë reale, se besoj që shumica jo në bas luftës dhe që kemi përjetu krizën financiare, edhe besoj që për cilët emocioni ashtu si që është ngjarja tek shikuesit. Unë përndryshe në serial jom nane 2 fëmijëve, këtë ndjesi në jetën reale nuk e kam përjetu, po besoj që e përcjell qatë emocion të shikuesit si kur t'isha një nane e vërtet. Kalzo ma nëj moment mirë. Una, po Po dhe të kesh. momenti mirë, po mënoj për si personazh gëzimi, po flasë si personazh, o konë kur u kthy Flamuri, se derisa u kthy Flamuri pat momente që vdeq motra kështu, po kur u kthy Flamuri, keni moment që erdhë që e drita që e pritshmi. Po tash, po flasje e lirë momente fani, momente kësë, së dijet, me kanë i kam ato sena është me Leonitin, do më nësi dalim me Leonitin para kamera, është problem. Ishtë të nga dek nona, mëna ishtë smunë në spital, edhe që të e gjithë me lëshufurë, që të keshmi edhe s'mujshme me vazhdu s'kene për para. Po ka njëherë që për ka dhe për publikën se këto i dini edhe ma mirë, po ka njëherë mesim dhe vonë gjirime, nështë ta shkon në ora 2-3 mëngjesit, edhe normal bjen energjia edhe unë mënon atash në ato temën, me pak me bo atmosferë, me majtë energjinë, me bo një farë atmosferë pozitive në set. Bile kem raste që më 3 natë që më qumë me nanën, kem kësy që aty në spital. Kem të vetë, jo, mënona me bo pak një farë atmosferë. Je kështë, e ki sharmën. Që ato është më lidhë pak të personazhet, nështë ta me full, po thëmë për jetonin, sezonën e parë, jetoni, me ikën e vllaut Flamurit, janë nisin shumë probleme këto, duhet me gjithë të pare, këto nëzojnë atje në Subotic, me gjithë të pare dhe detyrohet me hinë ashta rrugëve që s'ka pas qef me hinë ma herët, rrugëve këqia, nëse me thonë, pak pare me fajt dhe borgje, sen detyrohet me bon lloj punë në dyta, që mja siguru mjetet, më këthy, prap do pare ban, do pare s'ban, është sezona parë jetonin e përcjell një farë mundimin, një farë tundimin, ashta kësha thonë, më ka rani farë sakrifice e madhe. Jo, qështu e ke shkru vetë? Qështu e ke shkru? Po, normal me bashkëpunimin e këtyne aktorëve, kolegëve, normal Arjanitit. Ka vazhdu sezona 2, sezonën në fundit, sezonën e parë, në fund, veç, nështë ta kësha me thonë, plagosët, vdes, jetoni, aty e nej 12 epizoda tjerë, sezonën e 2 në komë. Në tauq. Qështu e ka shkru, qështu e kom lua. Unë me Ilirin kom punu edhe ma herët, kur i me Ilirin, nuk di jam bënd me kesh dikush më shumë. Me thonë drejt, kjo ishtë dramë, e pak ta kom pas tutën se të isha, po ma galzën i shta se mas në zimu në alë tuk i. Qa është? Po, je konë shumë i kujdeshëm e mu. Ta shmëj shumë. Vetëm që të problem, po e kem të egalu, do me thonë me epizodër e parë. Se kom menu, se ti... Unë të kom pa, unë ta kom një energji, lebi të kom pa që e ke marrë me seriozitet shumë punën, edhe bravo të koft, lumt, unë për veti për shembull me thonë të drejtën në fillim, nuk e kom marrë qaq kështu, po pas ty që ti e këshe marrë bash e studiojshe edhe psikologjinë e karakterit të Flamurit, edhe rolin e ke studiu, edhe e ke marrë me seriozitet, e për atë arsye edhe normal gjatë setit nuk kom qenë fort që shdi mu konën e pak ma ndryshe. Po, rrethanat e tilla që i thash edhe Arjanitit, na kanë qurë në atë vi, kuve dhe ka pas edhe rezultate dhe për atë arsye njerëzit shumë pedojnë edhe peqmujnë. Unë e du me të falenderu ty se i kemi pas një sezon për tuj se bashkë veçon e ti. Më kështu më bo baja se kisha nevoj me dalë për ati stacionën, për shqyqër na qiti Arjanitin lëmë pak. Pa na qiti lëmë, lemas ma përmenat lëmë. Po sinqerisht ma keni mu shumë. Me luma? Po thonoj, jo, ma keni mu gjatë lojës bërgjësit. Thonoj që psikikisht. Mënyrën kër më falë që e butë. Më plashe. S'di që më të thonë për rolin se nuk është që e këmë dosht, e këmë urejt kër e këmë lezu. Mas shumë të që më ka bo me dasht, me kom pjesë
serialit është që unë përpara me asnjërin për juve s'kum punu, edhe pse jena kolegë në teatr, në film, s'kum pas rastin me punu. Menoj që është prej projekteve që i kum dashur mas shumti, se pikë pare energjia në ekip është kon perfekt, do me thonë, me gjithçka kum kalu mirë. Mas nej është Ardioni, cili si kur rol të normal që dush me trajtu që është duhet, po të njëjtën kohë nështë me gjdo rresht që e ka thonë, ose veprim që e ka bo e këmu rejt. Fatkesisht ka njerëz ekzistojnë. Ju mundu me bo sa ma thekshëm që po dënë me bo qëllimin dhe ti në mi paraqit. Më vjen keq veç një sen që s'ka rrit mu kallzu pse është qështu Ardioni, që ka ndiku një jetën e ti, cilë është shkaku që ka qenon shalend kundrejt jetës, edhe jetës të vetë, edhe jetës tjerëve, pse s'ka dhimë për kur gjë. Kështu që kjo është përvoja em edhe këndvështrimi em për rolin edhe serialin. Në disa raste, në vetë vete, edhe ndihet fajtore, po ajo ka qenë një shtys për një ekonomi më të mirë familjare, për me te kalu qatë krizën financiare të cilën e kemi pas në familje, edhe ka mendu për mirë, e përse i ka dojnë keq. Ja, na keni mu. Në këtë rast. Ajo s'kenë me të drejtë o konë njona prej mas shtira për mu, se unë i kom pytë edhe prej regjisorit, po edhe Leonitin, e Lirin, e Farisin, Ismailin, e i kom pytë gjithë që shë kishit bo. Se cili kishit mirë, po se cili të ke mënyrën e vetë qësh e kish bo aj, po edhe ashtu bëjje. Po unë e deshta me bo që ka donë publiku, edhe vendosa një farë mënyre aty për aty. Pa jo s'kenë kimia e mirë me Zdiopis Visarit, edhe me tash a mundësh me, që e ka menu edhe Arjaniti që ashtu një farë mënyre, i tash a mundësh me përcil në sërzona gjatë rrugës, ose qka do që i bëj, a mundësh me majt me one shot, do me thonë one shot i bjen shqip pa ndërpremje. Edhe fati edhe i kohës ke ftofti madhë që ma një mëjke shumë, ma një mund edhe kolegë kër ish isha po dull një super skenë. Nështë ta mendoj që prej sa jëm karierë, kjo është skena ma e mire jemja dhe që më ka marrë energji mas shumëti. Më ka marrë energji dhe më thonë edhe mas si ka dalë epizoda se diku 3-4 dit i kom pasën e jo marrë veç me telefon të këthy komente, të këthy... Besom edhe kom kajtë për një me mas ndij. Është skenë që kom e majtë mend të shumë gjatë. Edhe uroj që mos mi ndodhë kërkuj, si që e skenë që më ka ndodhë. Po e ti ka i liri, po so këtu se... O i lirë! U konë shumë ftoftë. Jem mërdhi. Jem mërdhi. Po, në aspektin artistik ose të punës, më i me thonë që është realizu te për mirë, sidomos të e posë parasysh që nësë jena Hollywood edhe si kena krejt teknikat, nuk i kena mundësit me realizu skena që janë aksion ose vrasje, ose plagosje, ose eksplodime. Bro, për të është vrasje e jote. Momenti, bile këtu ka në zetë. Kështu që po, që e ka qenë. Menoj që qaj është pjesa ku mas mirë të përshkruan në sezon të parë përshkruan çfarë është Ardioni. Është sigur kakaroqe, ju thojnë anglisht, janë do buba që s'mytën kur. Në fakt ato mytën, po qëtë shumë ko sa edhe janë të njëjta sa që ti thu se ku myta, vden që ato e myta, po që ku du lepet. Që kjo është Ardioni. Në momentet ma kritike diçka batë pështën. Po nuk ka ndjenja pëse ai shoku i ti dek, ose Emili, ose... Pështën se ka shkuar Janiti se ty pes kështë pështu. Në sezon 2 nuk pështën. Në epizod 7 kështë e hetë. Pa, gëzimi është kunat ma i mirë, sepse jetoni shumicën e kohës veç u po në spital. S'kom pas është me njotë. Se kom pas rastin me njotë. Po foli unë për... Përrejt të skena fundit e epizodës sezonës parë, jetoni që aty e merë një farë këthejse në ashtë ta kësha me thonë se e koptën që vrasë së koni i motre, së koni Ardioni, edhe këshyrë me që të kështë më akmerë
Normal para prakisht e full me babën. Baba i thot lema mu, po jetoni e merë përsi për vetë. Kretë këtë punë me qu dhe në fund. Edhe normal ajo pak rrethonat, konë pak ftëft, unë që se prish, që serial, s'ko më prish kërë. Po për që se më smu, dhe me thonë. Dyte keni veç në zetë mrejna. Se di, u shku, i kena konë pak kesh me ko, unë jem konë qaj që qatë ditë konë po presion, pas dhe diçka tjetër, edhe e di, ja konë monu pak qatë ditë. Po s'kena si s'kena, kam mene që ka shku shumë mirë dhe qatë më fakt të merë një farkthese e tonë, plagosët, ke sezonën e dytë, nuk dhijet që ka ndodhë me ta, po pështën ajo këtë komentet edhe pyetjet ma të shpeshta për jetonin në konë që sezonën e dytë, a pështën, a ka pështu jetoni. Që kjo konë me nej për jetonin që aja një lej hakmare që ka dash me bon, po që për fat keq, edhe s'ka mri me që u dhe në fund, se e vazhden Ardian edhe një sezon. Një me, a pështon jetonin? Se dim. Me lumë që për të regoj. Ajde, me lumë të regona, me lumë është interesant. Jemi dalë s'kenën lumë, jemi dalë liku në 3 natës, me pika një kafe që me nëzonë me nxjezin, me nëzonë qatë mjegullin. Po për fatë këtë s'dull mjegull ajo avulli. Po, avulli lumit. Edhe në 3 natës i liri ma të regon një barcolet me një farë Siberi, diqka. Më hinë qaj Siberi në kry mu. Non stop, kom kesh ma Siberi, veç më kujtejke. Se mënyrën që shë elaborove ti e të regohet, mu keshke. Edhe i liri u konë eksperti i lumeve, i barkave që njeke shumë mirë ato gjana, edhe unë e thash që se bi, unë e prej barkës, i thash Diopisë dhe Arianitit, mëse na ligjerimin se mu më shkan, edhe ish ftaft. Po kur s'kom prit që për shamull i liri që i bjen? Po, që shë mbra? Edhe u konë momentit të dalë, më doket edhe unë jam kaktari që i ra, se s'ga bëj s'pëtis. Jo, nëse s'ga bon plëtsisht se ti esh kaktari. S'ki që ka s'ga bon, se ti hinen... I liri tha del lab edhe unë i kom jep kështu, edhe barka e ka marrë të dhe i liri ka ra me kry nujve që kom pa të umëru me dalë, ftofti madhë. Por në menysha që të boha i gare, s'më isha me perceptu. Se Siberi më lidhë këtë shë të boha i gare, alo. Edhe besëm që mas që 2 minutave kom marrë vesh që ti e rapën ime, edhe pse të shishon. Na foka patesha. Na foka patesha, po ndrum pak. Po të fura pizzave ti kem tërë të brendshmet. Kore kom zjerë qizmat. Mazi kështu jarru qizmat. Se kom përpeshkim ato, të undu. Edhe, qa do me thonë, profesionalizmi i liri natë ftoft e ka vazhdu gjirimin edhe si mos me ndodhë kur gjo. Po s'ka rrugdalje tjetër? Nuk ka rrugdalje tjetër? Jo, se ka njës shkojnë. Kese, ka me shku, ka për të vetë. Okej, për mu, drama, du me thonë këtë rast, është hera e parë si përvoj, edhe është një ndjesi shumë e veçantë, është pak ma e thellë si ndjesi, edhe është pak vështirë me përshkru me fjallë, ndështë veç si ndjesi. Komedia është ma drejt për drejt edhe është ma qashme të publiko. Të dyat kanë rëndësi për mu, do me thonë e pletsoj njëna tjetër në format të ndryshme. Kisha mujt me përshkru komedin si dit edhe dramen si nat. Të dyat të mduhen që me undje pletsume. Kisha me thonë të ky personazhi Trimi, kthesën që e ka bo më shumë të është kur e kuptën që Dhondri është Ardiani edhe që unë e kam shqit barnet. Se ky si personazh Trimi është shumë i ftohtë dhe nuk ka shumë ndjeshmëri ndaj personave, por momenti që e kuptoj se çka po ndodh mande ndjeshën çfarë obligimi moral e familjar me ndihmu familjes Gashi, që me nxjerr pa atë Trimin që e ka bën një çfarë dami ose një të keq pa vedije, edhe gradualisht mande me që i rritur pa familje, migja e probleme, biznese, mandjo veç janisa më bo pjesë e familjes, jetoni më veç filloj të mbot pjesë e vllaut, Flamuri, e Liri, i kështu që një këthes kogja dramatike e personazhit Trimi. Kësha me thonë për që të s'kenë, për në me o konë shumë ftaft. Mire ko Farisi u konë te e për ftaft. Shumë kom jekë. Edhe të bashkë, se që do mësë, unë edhe Ardianin e ka ra shumë shpesh mushtri. Edhe kona e depu ku e kemë gjiru qa që ftaft, edhe kemë gjiru më duket 6 me nxes, 7, jem taku në 7 më duket. Qa që ftaft, sa që edhe atë gjakën që ma qitëshin, dhe me thonë që e konë kulmi. Hisë më isha. E për e keni farë presion një Ardiani, e shumë ma thejke se... Hajde ma shpejt se ftaft, unë nuk zesha se kisha me shku në gjirime tjera. Unë posa e një të kërkaj falje, po, qa me bo vëlla.
Po, pa tjetër. Unë jam aktor që kom lujt seriale, po kom lujt pak. Lujt nështë 2-3 epizoda, se po kjo kon edhe roli kyç, edhe u kon hapsina kogja e madhe, dhe u kon drame, dhe ju mballafaqu me emocione ndryshme, normal që kogja më ka sfidu edhe kogja jo mishnu me ta. Edhe një sen që do me thonë hera parë që njëna për publikun, është personazhi i flamurit. Po, gjithë. Pa dyshimin. Ja monë se shëtrimin të pastër që shëshojnë njerëz. Jo, nuk është. Në fakt, asnjë nuk është i pastër prej meshkujve në këtë serial, po veç se Ardion është ma i keqi, për që ata krejt vëmendja shkon të aj, urrejtja shkon të aj. Strimi ka pos rostës disa herë mu shfajsu, mi parandalu do vrasje. Kthesa e personazhit është kur e kuptoj që pa vedije, të kam shit barë në ty dhe që aty unë ndjej veten me faj. Me vedije e po veç se ke ditë Për ku kanë mu përdorë barë. Po që adhe pa vedije dhe me këse nuk e kam di që e dhëndër i tini. E ma ne kur e kuptoj, e ma ne krejt në fund, se zanit parë kur ma ke shkoqe të lëkurët, me ndorë, më falë besta se ta shkoqe. Po bre, e kam bësh një jakne. Asë është problem, ta fali. Po ai ujit ka po mirë, se toj, a ki parus që shin lujt E fëta. vërtet, prej ati momenti të më ketë ndryshe dhe luje dhe... Jo më bo ma agresiv. Duna me thonë që unë karierën më të madhe sigur aktore kam në teatr. Dhe me thonë kam edhe filma, edhe të metrazhe gjatë, edhe të shkull, edhe seriale, po unë nina shumë ma mirë në teatr, edhe pjesën më të madhe të punës se kom bon në teatr. Nuk e di që shi vlerësojnë njerës, tonë nuk isha sikur role negative ose pozitive, isha sikur njerës që kanë probleme dhe zgjedhin mënyrat ndryshme mi kry që ato probleme. Pa dyshim që kom pos njerës që i kanë zgjedh mënyrat ma normale se Ardioni mi zgjedh probleme që i kanë pos, edhe kom pos pezojnë rekordin e tretë që Ardioni nuk është kërkojnë që fare u kanaj. Si kru që ta bon kryt tetëshe. Apo dhe me pytje Gjithkohës. absurde, në momentet më të vështira të gjindet me do fjalë. Po jo, për me është shumë e bukur edhe ma ka animu ato fjalë, se munojnë. Po edhe gjithmonë raportin me këta kom pas dilema me shku me bërtit në atë momenta që ka me bo, skenat me valin më kanë lodh pak. Po mendoj për ka mendimet që shmi bo. A ta vë një pyetje Sa tani? është qakall kështu që s'nale të folë. Jo ti. Po pe di personazhi. Allë një probleme kom pas në fillim një me, e kom thirë Ema. Ton kohën. Jo Vali, ajo kujtot. Sidomos skenat e para, po. Kat, Val. Më tha mëre em. Ajo kone para, u konë që kjo e dheta, kur këthejna shpe, e para kur dana prej nanës prej vlazinve. Mas ne është një moment kur i shoh fëmijët që më kanë arë mas 2 ditëve që më konë mal, u konë sonë jam prind vetë. U konë një skenë që edhe jam ka marrë energji, më ka emocionu ko gjë shumë. Jem bo 24 epizoda shumë jam, po pipën kujtonë. Po, ftyrën. Dhe temperamentin e ki. Po, vendimet nuk i marrë shumë e Normal. Nashta me thonë, thjesht është, s'kish pos kuptim më thonë aktor nëse kisha pos diçka të ngjashme me Ardionin aspektin e menimeve dhe vendimeve që ai merr. Alla epizoda e parë o konë. Se i kisha, kolegët i kisha për herë parë që punojsha me ta, shumë disa nuk i njësha. Ish edhe nga ana teknike ishin era parë që njofta, dhe ishin skena u ballafaqu me emocione ndryshme, herë kisha me, sidomos me babën, i kisha momentet vështira që i kisha dilema që shmi bo, mendoj që që epizod ma e vështira kom për mu. Se edhe hera parë. Ngjashmëri ka të personazhi jem vetëm
që e urrejnë Ardianin edhe privatisht. Jo, pak pare që ma boni pyetjen për shoqni, gjithmonë kam bo për shoqni. Edhe kur nuk ma kanë këthione që kam bo për ta. Aki, mos kibe 5 euro. Te testojnë që tu para ka. Alo, në kuleti kam. I matën, i kujdesshëm, edhe është, po më gëzimi është një farë neutral i shtëpisë, që mënohet me neutralizu në çdo situatë dhe ka pas raste që nështë kam pas konflikte mes veti, gëzimi u kanë qaj që ka hyrë mes dhe është më qetësu, kështu që është një farë, e ka një farë barë të madhe në shtëpi, sado që nuk doket në serial nuk përqohet, e ka një të mëranshme që, një qetësi të mëranshme që e manë stabilitetin e shtëpisë. Deri që tash që shtu ka shku gëzimi, tash të këshyrëm në vazhdim që shka me shku. Sado që është bagi vështirë për mu me lujtë qatë personazh për shkak se ka realizimin, jam edhe pjesën tjetër, jam edhe mrapa kamerave, jam edhe me skenar, me organizim bashkë me Arjanitin, po është shumë e vështirë, po besoj që pja dalim deri dikon. A veç kisha me thonë që zakonisht falenderimet për lijen për fund, one për du m'ju falenderu edhe ty, edhe Edlirin për mundësin që ma keni dhonë, për me qenë pjesë e këtij seriali dhe një përvojë pa harrueshme për mu. Po besoj që si personazh ka me qenë edhe sezona tjera. Rekona dhe të në i moment shtirë, edhe një që Inshallah shara. nuk des. Skena për sezoni 3, flamuri pranë varrit balkonit. Pak të një skenë të mbro. Këtë mbelet shina. S'na tregova në i moment shtirë, si kleshëm mirë, 3 gjëra. Momentet mira kom pas pa fund, do me thonë 90% të momenteve, të vështira kanë qenë për shkak të emocioneve edhe për shkak të skenarit, të ngjarjes që u dash me u trajtu. E vështirë, njëra prej skenave më të vështira u konë në episodin e 2, kur na jemi si familje të dasht me dalë në Suboticë dhe detyrohemi për shkak të që nuk kemi mjete financiare, ne detyrohemi që unazën e martesës me adhonë personit që duhet me na kalu këfinin. Po së konë moment i shtirë, se ajo konë unazë rëndom, produksionin, së konë e jotja. E kom përjetu si moment të vështirë. Po folë si personazh. Si personazh këtë rast.